Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Aksidenti sotëm në aksin rrugor Lushnjë-Berat la pas 3 të plagosur rënd pas përplasjes së 2 automjeteve. Dyshohet për parakalim të gabuar. Një aksident I rënd ka ndodhur paraditën e sotme në aksin rrugor Lushnjë-Berat, pranë kryqëzimit të fshatit Kashtëbardh. 2 automjete, një tip Audi dhe një Skoda, janë përplasur me njëra tjetrën dhe më pas kanë goditur barrierat anësore të rrugës. Sipas burimeve paraprake, në automjetin tip Audi udhëtonte një çift bashkëshortësh, ndërsa në automjetin tip Skoda ndodhej vetëm drejtuesi I mjetit. Përplasja ka qenë shumë e fortë, duke lënë të plagosur rënd 3 personat që udhëtonin. Ata janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës për ndihmë mjekësore. Në vendngjarje kanë bërritur forcat e policisë rrugore dhe zjarfiksit, të cilët ndihmuan në nxjerrjen e të plagosurve nga automjetet dhe sigurimin e zonës. Dyshohet se shkak për aksidentin është bërë një manovër e gabuar gjatë një parakalimi, por grupi hetimor po punon për të dokumentuar plotësisht dinamikën e ngjarjes. Fermerët e fshatit Bashkim në Levan protestojnë se po merret toka që e kanë marrë me vendim gjykate dhe sipas ligjit 7501 nga një kompani private që prodhon prej 7 vitesh sheg. 10 banor të fshatit Bashkim në njësinë administrative Levan janë ngritur në një protestë mëngjesin e kësaj të premteje me pretendimin se po u grabiten tokat nga një kompani private, e cila prej 7 vitesh zotëron një plantacion me sheg në territorin e tyre të miratuar nga Ministria e Bujqësisë. Ata shprehen të indignuar se përveç tokave djerë që po I përdorin për kullota dhe një pjesë të pyllit, tashmë kompania në fjalë po kërkon të zaptojë dhe tokat që fermerët I kanë marrë me vendim gjykate dhe sipas ligjit 7501. Dokumenti nxjerr nga gjykata e rrethit fier. Me këtë dokument vërtetohet që gjyshi jon ka qenë pronari I asaj tokës ata ku aktualisht ka ndërtuar serat, ka ndërtuar ato stanet dhe stanet atje janë të ndërtuar gabimisht brenda në pyll që nuk lejohet. Dhe ata e kanë marrë atë tokë. Si ka mundësi që në këtë shtet nuk merret parasysh vendimi I gjykatës? Dokumentat, ja ku I kam si që I pati zotëria, shu I kam dhe unë, tjetri. Tatimet I kemi paguar vit në vit, tash I qa janë ta që vinë me dhe në mua në tokë time 50 metrë ka lemat më marrin tokën time, që ma ka dhenë shteti me 7501 që është. Ku është kjo drejta? Mirë pjesën të jashtë lidhen që ka qenë zhukat të deri këtu. Kanë qenë deri këtu zhukat, edhe perat, edhe I kemi prerë ne si fshat, pjesë çdo person. E kemi pastruar, e kemi bërë tokë për të ushqyer, e të vinë ata të na I marrin ne, qa janë ata? Edhe pse kam paguar taksa ta, tani po na marrin 7501. Po mua 7501 tani diçka fshihet mbrapa këtyre sepse këta nuk janë kaq të fuqishëm. Përballë kësaj situate, banorët thonë se nuk janë pyetur asnjëherë dhe madje situata ka degraduar deri në përplasje fizike. Të ndodhur në këto kushte, ata kërkojnë ndërhyrjen urgjente të institucioneve përgjegjëse për sqarimin e situatës në mënyrë që situata të mos shkojë deri në vetgjyqësi. Por sipas tyre janë më shumë se 150 familje që preken dhe rreth 60 deri 70 hektar tokë është zaptuar padrejtësisht nga viti në vit. Ardhe topografi një farë gzim azizi këtu në atë pa pyetur pa thënë private kanë marrë këta e kanë pru këtu, nëse njojnë fare pa prezencën tonë. Me fjalë duhet edhe topografi ynë që të ndahet ku është me fjalë qoftë se ka. Po ne I kemi me këto, ja si që shikoni vetë, me vula, me tëra, të rregullta. Pra kjo firmë po kërkon që të marrë dhe toka me 7501. Me forë 7501, nuk po thyen ligjin. Qoftë se Këshilli I Ministrave e vendos që t'i heqi, lërt na I marrin tërën, qoftë se e vendos Këshilli I Ministrave. Po jo ky të vi me forcë. Kush është ky njeri? Ne duam të dim kush ka qenë ai që I ka prur këtu dhe kush ka dorë. Dhe si janë bërë këto dokumenta që ai zotëria aty ka ardhur dhe na merr tokën. Situata në fjalë është denoncuar dhe në drejtorinë vendore të policisë Fier nga një përfaqësi e fermerëve. Kryeministri Edi Rama prezantoi masat e reja ligjore për ndërtimet. Qytetarët do të nisin jetesën në pallatet e reja vetëm nëse pajisen fillimisht me hipotekë, tha ai.
Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar dhe nga dy ministrat e kabinetit të tij, Albana Koçiu dhe Besfort Lamallari, në konferencën për mediat nga kryeministria prezantoi masat e reja ligjore që janë në fuqi që sot për lejet e ndërtimit. Rama paralajmëroi se arkitektët që do të merren me ndërtimet do të kenë përgjegjësi ligjore nëse devijojnë nga plani që mund të kërkohet nga ndërtuesit. Një tjetër pikë ku do të ketë ndryshime janë hapësirat publike. Kryeministri paralajmëroi shkarkime apo edhe procedime për të gjithë punonjësit që kontrollojnë hapësirat publike dhe evidentojnë ndërtimet pa leje. Një tjetër masë është deregjistrimi në kadastër apo konfiskimi nëse shkelen rregullat ligjore. Nuk do të ketë më hyrje të banorëve në pallatet e reja, në rast se nuk ka pajisje me certifikat përdorimi dhe hipoteke, tha Rama. Arsyeja pse njerëzit mbeten pa hipotek është se ndërtuesit nuk respektojnë të gjithë parametrat e lejeve të ndërtimit dhe mbikëqyrja nga ana e bashkive është konstatuar të jetë jashtëzakonisht e dobët, gjë që kthen drejt për drejt në viktim atë që është në fakt, jo vetëm i pafajshëm, por që është edhe i zoti i investimit, qytetari që ka paguar për të pasur një shtëpi. Dhe nga ana tjetër nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet, pa certifikat përdorimi të lidhet ujë dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më që të merren njerëzit të futen në për apartamente pa u përfunduar ashtu siç duhet objekti dhe pa u pajisur njerëzit me hipotekën. Rama paralajmëroi sanksione për ndërtuesit duke përmendur krijimin e listës së zezë që do të përfshijë zhvilluesit dhe individët që kanë shkelur ligjin, administratorët, ortakët, pronarët përfitues që do të përjashtojnë nga marrja e lejeve të ndërtimit për një periudhë 5 vjeçare. Përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqe elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Këshilli Kombëtar apo Bashkia, dhe ka shtuar ose ka ndryshuar edhe qoftë edhe fasadën, këto shkelje natyrisht pasohen me gjoba, pasohen me të gjitha ndëshkimet e tjera. Shfrytëzonin 48 vajza nga Amerika Latine për prostitucion. Arrestohen 7 persona në Shqipëri dhe koka e grupit që u arrestua në Kolumbi. Bashkëpunimi intensiv me partnerët ndërkombëtar çoi në goditjen e një rrjeti të trafikimit të qenieve njerëzore nga vendet e Amerikës Latine dhe të Azisë Qendrore, me qëllim shfrytëzimin për prostitucion nëpërmjet platformave online escort. Operacioni policor ndërkombëtar rrjeti u zhvillua nga seksioni për hetimin e trafiqeve të palishme në DVP Tiranë, në drejtimin e prokurorisë në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë dhe policinë kombëtare të Kolumbisë, policinë kroate, Europol dhe Eurojust. U lëshuan 19 masa sigurie, 9 prej të cilave u ekzekutuan në Shqipëri, 10 masa sigurie në Kolumbi, 3 persona të shpallur në kërkim dhe u proceduan penalisht 48 shtetase të huaja me kombësi të ndryshme. Arrestohet në Kolumbi organizatori i grupit një shtetas kolumbian. Po ashtu zbulohet një hotel në rrugën Reshit Çollaku, ku akomodoheshin dhe shfrytëzoheshin për prostitucion disa nga shtetaset e huaja. Sekuestrohen shuma parash, 7 celular dhe prova të tjera të vlefshme për hetimin. Hetimet zbuluan se shtetasi LB 25 vjeç i arrestuar në Kolumbi gjatë ditës së operacionit kishte rolin kryesor në rekrutimin e vajzave nga vendet e Amerikës Latine dhe organizimin e udhëtimit dhe akomodimit të tyre në Shqipëri, ku më pas detyroheshin të ushtronin prostitucion.
Në rast se ndonjë nga shtetaset refuzonte të vazhdonte këtë veprimtari, mbajtja e vajzave bëhej me anë të forcës dhe kanosjes ndaj tyre familjarëve në Kolumbi, duke përfshirë edhe persona të afërt. Ndërkohë shtetasi me inicialet DS bashkëpunonte ngushtë me shtetasin LB në sigurimin e kushteve logjistike për akomodimin dhe menaxhimin e rrjetit. Një nga të arrestuarit, shtetasi KP, mblidhte të ardhurat e përfituara nga aktiviteti kriminal dhe i transferonte ato nëpërmjet kriptovalutave në llogaritë e LB. Një nga të arrestuarit, shtetasi IG, kishte përshtatur një hotel në rrugën Reshit Çollaku në Tiranë, duke shndërruar në vend për ushtrim prostitucioni nga vajzat e trafikuara. Ndërkohë që shtetasi DB siguroi për shpërndarjen e lëndëve narkotike për disa nga vajzat dhe lehtësonte kontaktet me klientët. Rinisin fluturimet në aeroportin e Mynihut pasi u ndalën të njëjtën nga dronët misterioz, të cilët fluturuan mbi pista. Aeroporti Mynihut në Gjermani ka nisur sot fluturimet pas pikasjes së disa dronëve që detyruan autoritetet të mbyllin aeroportin gjatë natës, duke anuluar 30 fluturime dhe lënë 3000 pasagjerë në pritje. Ky rast ndjek një seri rastesh mbylljesh të aeroporteve të ndodhura në Danimark, Norvegji, Poloni, Rumani dhe Estoni, madje këto dy shtete kanë fajsuar Rusin për këto incidente. Moska ka hedhur poshtë akuzat. Fluturimet në aeroportin e Mynihut rinisën mëngjesin e së premtes dhe sipas të dhënave, fluturimi i parë nga ky aeroport u realizua në orën 5:50. Një zëdhënës i policisë së Mynihut i tha më herët AFP-s se disa persona pan dronët rreth aeroportit në orën 19:30 të së njëjtës dhe sërish një orë më vonë, duke detyruar autoritetet që të ndalonin fluturimet. Autoritetet gjermane kanë nisur hetimet për të identifikuar origjinën e dronëve. Helikopterët e policisë u dislokuan pas detektimit të dronëve, por nuk ka informacione se në çfarë lloji ishin mjetet fluturuese pa pilot dhe sa ishte numri i tyre, tha zëdhënësi i policisë. Parja e dronëve në Danimark dhe inkursioni i Moskës në Estoni dhe Poloni kanë rritur frikën se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të zgjerohet dhe në shtete të tjera të Evropës. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.